Si ky qytetar edhe shumë të tjerë që morën rrugën për të kaluar një ditë në pishinën e Gërmis u detyruan të kthehen mbrapsht, pasi nuk ishin informuar se ajo ishte mbyllur përkohësisht. Vetëm 2 javë pasi dyert e kësaj pishine u hapën për vizitor, ato u mbyllën përkohësisht të martën pas vendimit të Inspektoriatit të Sanitarisë deri në daljen e rezultateve nga mostrat e marra nga uji i pishinës. Qytetarët që e frekuentojnë këtë hapësirë nuk janë të kënaqur as pak me situatën e cila sipas tyre po përsëritet çdo vit. Me kanë më të rregullte me pas pak kujdes, jo herë që edhe se i informoj njerëz. Në shatë shponan, me ditë njerëz, pasojnë pa pare, pa ta me dhënë pare u atësin. Pse? Se u shkojnë në Shqipëri, në Elbasan, në Velipoj, këto sinjë. Megjithatë nga ndërmarrja publike lokale, Sport Marketing përmes një reagimi me shkrem bëjnë të ditur se gjendja e përgjithshme e pishinës është e mirë. Gjendja e përgjithshme e pishinës së Gërmis është e mirë, si në aspektin e cilësisë së ujit, ashtu edhe të ambienteve brenda saj. Megjithatë, duke marrë parasysh rregullat dhe procedurat e IKSHPK-s për pishinat publike, si edhe për hir të transparencës dhe korrekcisë ndaj qytetarëve, do të presim rezultate zyrtare nga instituti para vazhdimit të punës. Por asamblisti nga radha televizjes Vetëvendosje në Prishtinë, Enver Redenica, kritikon ndërmarrjen për keq menaxhim. Edhe si vitin e kaluar edhe këtë vit qytetarët janë ku që ujtë është e papastërt, edhe në adresu të kun. Edhe unë ju kam adresue IKSHPK-s, edhe ajo ka vendosur për me mbyll. Ne nuk dëshirojmë më konë pishinë mbyll, ne dojmë më pas të shtatë pishinë më dhe ma shumë se jo vetëm një, po më konë e pastër, me plotësua standardet dhe kushtet që njerëzit qytetarët më shumë më freskua aty. Po është fatkeqësi që është hera e dytë që nuk po mund më menaxhohet si duhet. Sipas Redenicës, përveç problemit me ujë, renovimet që pretendohen se janë kryer nuk janë bërë si duhet. Për këtë arsye, ai kërkon nga kryetari i kryeqytetit të marrë masa. Domethënë nuk është bërë renovim, edhe pse po proklamohet nga përparimi që është bërë renovim, nuk është bërë renovim si duhet më bë. Që shiko, hijen në pishinë, biletat janë shtrejta, po mbi të gjithë është siguria e qytetarëve. Kryetari vetë përparimova është dashur me shkarkue drejtorin. Edhe më dhonë mësim ati që vinë mastinës që nëse banë këto shkelje, du shkarkosh, se kjo pishinë nuk është askujt, është e qytetarëve, të gjithëve. Me problemet të ngjashme, pishina e vetme publike në kryeqytet ishte përballur edhe sezonin e kaluar. Ajo ishte mbyllur për disa herë radhaze pasi sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës nga rezultatet e mostrave laboratorike u vërtetua se uji nuk i plotësonte standardet.